Bisedat me një kriminal I cili e ka sulmu shtetin, a janë, domethënë, a është shkelje ligjit, profesor, sipas juve? Bisedat me një kriminal që e ka sulmu shtetin? Po, cilin do shtet qoftë? Këtë rast Kosovë. Për shembull, e kemi dëgju kështu publikisht një bisedë të ish shefës së grupit parlamentar të VV-s me muzakusorit duke fol me Radojqiqin. Po shikoni, kjo pak po hiperbolizohet edhe për të kaluar, për tjerë. Dhe me thonë, ata kanë qenë, unë e kam thënë me një televizor, kam thonë se grupi Radojqiqin është grupi ushtarak ose luftarak I lisës serbe. Gjatë historisë, dhe me thonë, ka ndodhë që ka qenë grupi politik, edhe grupi politik ka kriju, dhe me thonë, edhe grupi ushtarak. Formacione ushtarake. Formacione ushtarake. Këta janë formacione ushtarak. Si formacione ushtarak, ato nuk duhet me njek politika, pa duhet me njek institucionet e sigurisë, duhet me njek prokuria, duhet me njek gjykata, duhet me njek AKI-ja, duhet me njek ushtria, duhet me njek gjitha institucionet e sigurisë që kemë. Politika nuk duhet me njek. Folja me styre, dhe me thonë, deri sa nuk I kanë kuptu, se ajo është taku edhe me kryeministin Ramushe. Absolutisht. A këto se ka qenë në kryetari I partisë, nuk I kemi ditë na që për shembull na kemi nejtë. Për kohën kur ka është taku me Ramushin, nuk ka qenë, dhe me thonë, lizeze kështu. Po nuk I kemi ditë, dhe me thonë, nuk mund të me ditë, nuk I ditë, ndoshta është edhe gabim I Mimozës, nëse ka ditë që I ka diçka është gabim, dhe me thonë, por duhet... Unë s'po thamë, s'po pretendon që ka ditë, edhe unë... Po, këto çështjet duhet mi diskutu institucionet e sigurisë. Jo na? Politikisht, jo, bre, këto nuk bëhen, nuk janë çështje politike, këto janë çështje të sigurisë. Pyetje guxojnë ama të bëna gazetar. Absolutisht, po, që zguzani gjitha pyetjet. Se tash na bëhen na sekond gjykata, atë për këtë para gjykatës. Të të morën pyetje, atë të dalën sana. Profesor, kisha pas shef një dy fjalë më thonë edhe për emisionin tonë. Me kallëzu publikut edhe opinionit që na sjem kundra asnjë qeverie, burr, edhe as më tepër kundra ish burgosur politik, që unë vetë babën e kam pas burgosur politik. Po jo, kush ka thonë kështu? Po shkojnë për komente të faqe kështu. Po le, tash është demokraci, edhe nuk ka tash një farforme që çdo njeri ka gjitha të mira, ato është në far profetja si diçka. Kjo është shumë normale në demokraci. Demokraci kanë drejt me folë të gjithë. Do të thonë, unë nuk kisha preferuar të fyrjet e sharjet që bëhen për debate, lënçime të rana personale, familjare, gjitha këto, do të thonë, janë jashtë kontestit kohor dhe janë në kundërshtim me vlerat evropiane dhe njerëzore. Si thuhet në debat, për shembull njerit po rren ose je mashtruese, jo, gjitha këto është tepër e ulët, do të thonë, se duhet me pas një kredibilitet njeriu, duhet me pas kujdes, me harru integritetin njerëzor edhe krenarinë, se çdo njeri e ka krenarinë e vet. Na jem të barabartë para kushtutës ligjit, po s'jem njëjtë. Një kokë është një botë. Ta keni parasysh, profesionet janë të ndryshme, dhe me thonë profesioni jëtë, unë të përcjeli, je djalli respektuar, I njeh problemet, tash kjo të ka pëlqyer dhe me siguri të përcjellën shumë njerëz. Por kur përcjellën shumë njerëz, tani dikush nuk don, kjo është shumë normale. Sigur dilli, nxen gjithmonë. Absolutisht. Në Amerikë natën a ditë. Qëre, dilli e nxen kretë njerëzimin, e nxen po e nxen edhe plehun. Apo kupton? Kështu që na duhet me qenë demokrat këtë drejtim, por duhet mu përkushtu në patriotizmin kushtetues. Apo kuptoni? Na jem nacionalist, jem patriot, por si patriot na duhet mu tashtin kohë, duhet në patriotizmin kushtetues, me dasht kushtetutën, me respektu kushtetutën, me respektu ligjin, edhe me pas një shtet juridik, një shtet të rregullt, I cili do të thonë është në komparacion në krahasim me shtetet evropiane. Na jem gjeografikisht në Evropë, e mentaliteti jonë evropian është, raca jonë është evropiane, raca ariane është race e hershme, nuk jem na popull I vëshëm, nuk jem popull I vëshëm, popull I hershëm jem në Evropë. Kështu që na kem njerëz të jashtëzakonshëm, por çdo popull I ka ato elementet negative. Kur jemi këtu, profesor, a mendon që duhet me dhon hapësirë, domethënë, për debate televizive, në për emisione